Censi i bujqësisë që do të regjistrojë numrin e bagëtive dhe sipërfaqen e tokës së mbjellë e që pritet të realizohet në tetor, vendosi në qendër të kritikave Institutin e Statistikave. Gjatë raportimit vjetor në Komisionin e Ekonomisë, deputetët vunë në dukje se drejtuesve të Instat ju mungon informacioni për këtë proces dhe se raportimi ishte i paplot. As ligji dhe as buxheti nuk kemi akoma miratim. Kemi informacion nga takimet cilat kemi realizuar me Ministrinë e Bujqësisë dhe Ministrinë e Financave, pritet të realizohet miratimi brenda këtij muaji. Censusi i bujqësisë ka pasur një zë të veçantë në buxhetin e këtij viti. Që kështu këtë pjesën që u thoni s'dim buxhet, mos na e thoni këtu në Komisionin e Ekonomisë, se te Komisioni i Ekonomisë ne të gjithë anëtarët kemi miratuar një buxhet për censusin e bujqësisë. Që ju të vini para nesh dhe të thoni që s'keni buxhet është turp i madh për ju. Që tregon që s'dini fare se ç'është ndodh. E kuptua të? Ishe dorën, mos mëni ashtu kur flasëm. Ju pyeta ku ndodhet projekt ligji. Më thatë që ndodhet në kryeministri. Në fakt, e dini ju që projekt ligji tashmë është miratuar në mbledhje qeverie që në datën 3 qershor? Një tjetër çështje që shkaktoi debat mes anëtarëve të komisionit dhe përfaqësuesve të Instat ishte largimi i punonjësve nga ky institucion. Deputetët kërkuan që Instat të mos e trajtojë këtë si një çështje normale, por të jap alarmin sepse mungesa e punonjësve cënon të dhënat që ata përpunojnë.